Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jemi sonte këtu në Imperial House, ku janë mbledhur mbështetës të kandidatit për senator në shtetin e Michiganit, zotit Renis Nushaj. Janë miq të ftuar, por edhe mbështetës të tij, pavarësisht të orientimeve partijake, pavarësisht të përcaktimit të tyre ata ndihmojnë një kandidat shqiptar. Ren Nushaj kandidon si përfaqësues i Partisë Demokrate për senator në shtetin e Michiganit. Dhe ky event është një event fond mbledhës. Pra, eventet fond mbledhëse janë evente në të cilët njerëzit suportojnë me donacione kandidatët e tyre për të arritur qëllimin e tyre për të zgjedhur pikërisht në pozicionin që ata dëshirojnë. Në këtë takim morën pjesë, kurse thash, mjaft mbështetës edhe të shoqatës si duhet të jetë diaspora, shoqata e cila bëri dhe suportin e këtij eventi. Natyrisht ne ishim këtu me kamerën tonë, regjistruam fjalimet e mbështetësve dhe fjalimin e Ren Nushaj si dhe të kandidates për sekretarinë e shtetit të Michiganit, Suzana Shkreli. Është e rëndësishme që shqiptarët të mbështesin kandidatët shqiptarë, të jenë ata përfaqësues politikën lokale dhe politikën amerikane, sepse kështu ne do të arrijmë të mbështesim më tepër dhe interesat e vendit tonë në vendlindje. Welcome. Thank you so much for coming to our fundraiser to support Ren Nushaj for Michigan State Senate District 9. We will have some speakers come up, but really quickly, a housekeeping item. On the literature that Ren has on the tables, as well as his business cards, the QR code to donate is not working. So I went around and I put photo paper cards with a QR code that has an AB in the middle of it. That QR code is working to donate, if you so choose, as well as RJ over here. Say hi, RJ. RJ can also take donations, so thank you so much. We are going to have a few speakers tonight, and we are going to start it out with Olti Kadziu. Good evening, everyone. Mirëmbrëma gjithë, faleminderit që jeni mbledhur dhe jemi këtu për të suportuar Renisin dhe gjithashtu Suzana Shkreli që ka këtu në dhomë. So, another one. Thank you. Desha të falenderoja disa 2-3 falenderimet vogla. Falenderimin më të madhe ka Imperial House, që anulloi atë dasmin që kishte për ne dhe la sallën në dispozicionin ton. Do falenderoja gjithashtu organizatorët të tjerë, vullnetarët të tjerë që bën këtë darkë të mundur. Por falenderimi më i madh është për ju. Falenderit që ju jeni këtu sot dhe kuptoni rëndësinë për të suportuar, për të ndihmuar Renisin, Suzanën, apo Robertin diku tjetër në një event tjetër në të ardhmen. Sot është darka e Renisit. Sot është mbrëmja e Renisit dhe do përpiqemi sa të jetë mundur të ndihmojmë Renisin. Disa fjalë, ne jemi komb që jemi shumë krenar. Jemi krenar për ujin që kemi, për gurat që ne ka falur Zoti. Jemi krenar për pemët që rriten në Shqipëri, lulet. Jemi krenar për këngët e burrave që i këndojnë burrave pa ndonjë sexual orientation. Këngët e grave që i këndojnë nuseve, pavarësisht. Another one. So, por jemi krenar për çdo gjë që ne jemi. Jemi krenar për çdo gjë që ne bëjmë. Jemi krenar për të ardhmit, për të ata që na kanë lënë. Jemi krenar për brezin që na ndjek. Gjithashtu, ne jemi krenar për arritjet që kombi jon ka. Dhe sidomos jemi krenar për individ të cilët
përpiqen për arritje akoma më të mëdha. Në çdo gjë që e bëjmë si kom, besoj që e bëjmë me një krenari të veçantë. Kur pastrojmë me qef. Kur lyhem me qef. Kur gatuajmë në restorante, gatuajmë me gëzim, me qef. Dhe jemi krenar për gjithë këta individ të komunitetit tonë që janë të suksesshëm këtu në Amerikë. Janë të suksesshëm në ndërtime, janë të suksesshëm në restorante, janë të suksesshëm në hair salons, not mine, but some. Dhe ka ardhur koha që ne të jemi krenar jo vetëm për bizneset që shqiptarët kanë ngritur në këto 50-60 vjet e fundit në Amerikë, po ka ardhur koha që komunitetit tonë të shtohet një krenari tjetër. Një krenari që do të përfaqësoj zërin e komunitetit në instancat më të larta të politikës amerikane. Duke folur në Renisin, në Senatin e Amerikës, në Senatin e Michiganit, një nga shtetet me influencë shumë të madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht edhe Suzanën, që do jetë një nga nderet e komunitetit tonë në Sekretarinë e Shtetit të Michiganit, duhet të përgëzohen këta individ që kanë marrë guximin, që kanë vënë dorezat e boksit dhe kanë dalë në arenë për të luftuar, për të fituar çdo votë që është e mundur në mënyrë që të përfaqësojnë komunitetin ku ata jetojnë dhe sigurisht që do na bëjnë dhe ne akoma më krenar se kemi një zë që përfaqëson shqiptarët në Amerikë. Në qoftë se mundeni, përpiquni sa më shumë të jetë mundur që të ndihmojmë këta individ të cilët kanë marrë këtë guxim për të dalë në arenën e boksit të politikës, për të përfaqësuar idealizmat e tyre dhe sigurisht që do jetë një përfaqësi nderi për komunitetin tonë shqiptar. Sot lutem, ndihmoni. Renis, të urojmë suksese. Suzana, të urojmë suksese. Dhe jam më se i bindur, i vetmi faktor që shqiptarët nuk janë krenar, janë politikanët. Jemi krenar për gurët, për jo për politikanët. Shpresojmë që juve do na bëni krenar. Faleminderit. Përshëndetje. Unë të them fjalimin në anglisht. Ladies and gentlemen, cherished friends, welcome. Your presence here tonight is a testament to your commitment to our shared values. Together we have shown that when we unite as a community, we can make a profound difference. Your contribution will fuel this campaign. Together we have proven that we are stronger and more resilient. Thank you for your unwavering support and thank you for being here tonight. This should be something. And now I have the big dilemma. Should I continue in Albanian or in English? I don't know. We cannot do a voting about it. Albanian. Sure. So faleminderit gjithëve që jeni këtu sot, në këtë mbrëmje të zakonshme janarin Michigan, që keni ardhur, ne të gjithë mund të ishim në 10 vende tjera, po kemi vendosur që të jemi këtu. Duhet filloj duke falendëruar së pari Olti Kadiun dhe Leo Çavushin, të cilët e vizionuan dhe e bën të mundur këtë mbledhje tonën sot. This should be something. E di Olti dhe Leo se kjo kërkon shumë mund, kërkon shumë mendje dhe ka dhe shumë stres. So faleminderit shumë të dyve ju. Nga ana tjetër, duhet falenderoj Ristalin, i cili ka ofruar biznesin, financat dhe këtë vendin për ta bërë këtë gjë të mundur sot. Erisi është një nga ata që punon komunitet pa u dëgjuar shumë, pa qenë shumë bravado, po gjithmonë bën atë që duhet. Ne duhet kemi shumë më tepër njerëz si Erisi në komunitet. So let's give him another round of applause. This should be something. I think I'll continue in English for a little bit. So there is this great Greek philosopher and statesman as well. His name was Pericles, who said, just because you don't have an interest in politics does not mean that politics won't have an interest in you. What that means is that there are two choices. Either you are at the table where decisions are being made, or you are not in it. We can go back to our history, to our nation's history, and we can see that most of the times we have not been in that table. We're not present, and decisions were being made without us being there. This circle of elections, we have the good luck that we have 3 candidates
They are throwing their hat in the ring, in the words of great Teddy Roosevelt, to do exactly what we want, to represent us. One, Rennis in the Senate, Michigan Senate, Miss Craley here, becoming Secretary of State for this great state in America, and also Roberto Giurai running for the 10th district in the Congress of the United States. We should all support them. We should not seek or see after ideology, but we support them as Albanians. And this should be something that we always need to keep in our mind. Our party is Albania, the great Mithat Frashi said. And then we should support Albanians in any way that we can. Now, let me tell you a few words about Rennis. I've come to know him better in the last couple of months, closer and better, I would say. Okay, and I absolutely believe that he's the right man to run for this position. And he will bring our voice in the Michigan Senate. We wish him a lot of luck in this battle that, in a sense, is not easy. But with our support, and the support starts there at the wallet, frankly speaking, okay, he can make it. So let's give him another push, and we'll do the rest for us. Okay? Thank you very much. Thank you everybody for being here.